Nga këtu do të shkojmë në Prishtinë për një tentim të radhës për konstituimin e Kuvendit të Republikës. Ne shkojmë aty që ta konstituojmë Kuvendin, prandaj edhe votojmë dhe votojmë për. Synimi ynë është që Kosova të ketë kuvend dhe nga ai kuvend më pastaj të dalë qeveria e re. Ne e dimë pse po shkojmë. Ne po shkojmë që të votojmë dhe së pari komisionin i cili e organizon zgjedhjen e fshehtë dhe më pastaj propozimin ton Albulena Haxhiun për kryetare të Kuvendit. Sot do të jetë hera e 26 që do të provohet të votohet ky komision. Fatkeqësisht deputetët opozitar po e pengojnë votimin e këtij komisioni në mënyrën më brutale duke pamundsuar kvorumin. Kjo është shkelje e pikës 128 të gjykimit të gjykatës kushtetuese nga 26 gushti vitit 2014, që thotë që të gjithë deputetët, do të thotë secili duhet të votojnë për, kundër ose abstenim. Pra ne po shkojmë që të votojmë. Ata që s'po votojnë, është mirë të pyesni pse po vijnë. Unë e di pse po shkoj. Dhe s'kam munguar asnjëherë. Pra asnjëherë në këta 48 orësha unë nuk kam munguar si kryeministër në detyrë dhe si deputet që ka dhënë betimin. Por duhet të pyesni ata që po e pamundsojnë kvorumin, kur po vinë, pse po vinë. Se unë s'po e di pse po vinë. Me këtë rast, më lejoni që të theksoj se Kosova ka qeverinë në detyrë, ka kryeministrin në detyrë. Ajo çfarë i mungon Kosovës është kuvendi. Dhe kuvendi është shtëpia e përfaqësuesve të popullit, kuvendi është shtëpia e deputetëve. Deputetët nuk e kanë shtëpinë e tyre. Por ka disa deputet të cilët nuk po dëshirojnë të kenë shtëpitë e tyre. Nuk po duan që Kosova të ketë kuvend. Se ende si ka ardhur radha qeverisë Kurti 3 që ata ta thonë fjalën e tyre. Pra tash për tash ata janë në fazën kur nuk po duan që Republika e Kosovës të ketë kuvend të Republikës. E nuk ka kuvend që i nevojitet ndonjë deputeti sikur sa atyre opozitar. Se deputetët opozitar, deputetët e pakicës, jo të mazhorancës, pikërisht e duan kuvendin. Kuvendi është mënyra edhe mjeti i tyre edhe më i vlefshëm se sa për mazhorancën. Por paradoksi është që pikërisht deputetët e mazhorancës po e duan më shumë kuvendin, e ata e kanë qeverinë, ndërkaq deputetët e opozitës, të cilët nuk kanë qeveri, e kanë veç se kuvend, nuk po e duan kuvendin. Në këtë frym lejoni që deputetët opozitarë, të cilët nuk po duan që Kosova të ketë kuvend, pra që ata të kenë shtëpi, t'i quaj deputet nomadik. Sepse nomadët janë ata të cilët nuk dëshirojnë të kenë shtëpi. Mund të dëshirosh të kesh shtëpi, të mos kesh shtëpi dhe të jesh refugjat. Ta zonë. Po ata të cilët nuk duan të kenë shtëpi janë nomad. Kjo është thelbi nomadit. Prandaj këta janë deputet nomadik, të cilët nuk dëshirojnë që të kenë shtëpi të tyre. Sepse shtëpia, kuvendi, parlamenti i Republikës është shtëpia e deputetëve, sidomos opozitorë. Do të shkojmë sërish në kuvend, por sa më herët që ta kuptojnë se kundërshtimin ndaj meje do të mund ta thonë kur vjen puna te formimi i qeverisë, aq më mirë do të jetë edhe për ata edhe për Republikën. Në ndërkohë, Qeveria e Republikës Kosovës një mend i ka kompetencat e kufizuara, por nuk kemi më pak punë. Ne nuk kemi më pak punë, ne kemi më pak kompetenca. Dhe ndërmjet Kurti 2 dhe Kurti 3 e kemi këtë qeverinë detyrë, që është qeverinë tranzicion, le ta quajmë Kurti 2.5.